Si janë si përmarrësit shqiptarë për balë tregut të Bashkimit Evropian? Janë të përgatitur ata siç duhet, se do të futen në një arenë që nuk e din akoma ku do hynë. Nuk e din akoma nëse produkti tyre do konkuroj dhe nuk e din akoma në qoftë se produkti tyre do arrin të eksportohet, domethënë. Unë mendoj që kjo dhe ju komplimentoj që sollës, sepse kjo është një nga çështjet kryesore, besoj. Dhe që kemi diskutuar në Komisionin e Çështjeve Evropiane 4 vitet e fundit dhe që do duhet ta diskutojmë pafundësisht në çdo studio televizive. Është merita juaj dhe këtij emisioni që e ngrini këtë gjë, sepse është një nga ato çështje thelbësore. Pra është një nga ato që ose e bën ose e zhbën këtë gjë. Dhe patjetër që ka nevojë për më tepër përputhshmëri, më tepër përshtatshmëri, sepse të gjitha vendet e tjera që kemi parë, edhe ato vende që nuk kanë përdorur monedhën unike, pra euron, përsëri kanë patur një sfidë shumë të madhe nga biznesi. Çfarë do bëhet me biznesin? Është duke u punuar për një sërsh. Do bëjnë laborator të rinj për standardizimin e produkteve. Çfarë po bëhet për biznesin? Si do standardizohet prodhimi shqiptar për të hyrë në markaton evropian?